Tiranës i shtohet një tjetër ambient festiv. Parku përballë stadiumit Selman Stërmasi këtë të diel kishte marrë një pamje festive. Për kryebashkiakun Erion Veliaj, kjo tregon se Tirana është një komunitet i cili kujdeset që qyteti të mos vandalizohet në mënyrë që të gjithë të shijojnë festat e fundvitit. Kjo do të thotë që kur bashkia do, bashkia mundet. Dhe në këto 100 ditë bashkia ka treguar që do, që mundet, dhe që edhe me kushtet modeste, po duke mbledhur komunitetin, artizanët, ata që prodhojnë produkte lokale, të gjithë ekipet e atyre të Federatës së Kuajve, të gjithë bandën frymore të qytetit që ka sjellë një alegri në qytet, tregojnë që ne në Tiranë jemi një komunitet. Dhe si komunitet kujdesemi që qyteti të ruhet, të zbukurohet, të mos vandalizohet, mos shkatërrohet, që të gjithë ta shijojnë edhe të festojnë. Dhe vjen mirë që këtë vit Tirana është padyshim epiqendra e festimeve, jo vetëm për Shqipërinë, por për gjithë shqiptarët në gjithë rajonin tonë. Dhe vjen mirë që dhe emigrantët që po kthehen nga pushimet shikojnë një atmosferë realisht europiane në Tiranë. Kur Krishtlindjet dhe viti i ri po afrojnë, fal Bashkisë së Tiranës, atmosfera e festave po përhapet në çdo lagje të kryeqytetit.